Amerikën e Largët, atje ku do takohemi me një shkrimtare dhe studiuese amerikane, e cila e flet dhe shkruan gjuhën shqipe, për mos me thonë më mirë se këgja do shqiptarë që unë një në troje tona dashura shqiptare. Adriana Neller, kënaqësi shumë e madhe të kemi sot në Horizontin e Mesditës. Përshëndetje. Përshëndetje, dhe kënaqësi për mua. Atëherë, sot do të flasim për një libër që prej asaj sa unë kam lexuar dhe kam arritur të shfletoj, shumë pak e kemi prekur në letërsinë shqiptare. Po flasim për një libër që i dedikohet një zonje të jashtëzakonshme. Titulli i saj është, ta themi në shqip, Vajza me numër 6723 në Ravensbrück. Është fjala për një kamp nazist atje ku kishte qëndruar Liri Gjunga, një partizane shqiptare që është depërtuar në këtë kam famkeq të grave. Po flasim për filmin që kemi në këtë libër, por edhe për gatishmërinë dhe dëshirën tuaj që të hulumtoni një temë kaq pak të hulumtuar, të themi kështu në letrat shqipe. Po, e kam gjetë rastësisht në bibliotek. Lexoj shumë në gjuhën shqipe edhe për më pëlqen shumë kujtime nga gra në burg, edhe kur e kam gjetë që kjo libër prej një gra shqiptar, kisha pas dëshirë me bo në disponim për një audience më të gjerë. Edhe në 2021 një përkthyes gjermane ka përkthy në gjermanisht. Edhe se unë nuk moj me fol gjermanisht më, hala moj me lexu gjermanisht. Kështu që e kam përkthy edhe prej gjermanishtis, edhe prej shqipis. Në film a jam këtu? Okay. Po të dëgjojmë, Diana. Okay, mirë. Në film veç kishte dëshirë me rikriju në gjermanisht, në anglisht. Pagenstecher ka bo në gjermanisht, por e kam hulumtu edhe Mathel, edhe kam spullu edhe ma shumë. Çfarë të tërheqi, çfarë të bëri më shumë kurreshtare që ta studioje, ta hulumtoje dhe ta sjellje edhe në gjuhën angleze historinë e Liri Gjungës? Çfarë ishte ai elementi që ty të bëri patjetër ti kushtoje kohën tënde? Në përgjithësi më interesojnë shumë historitë nga gra në burg, të përfshi në Bashkësi Soviet Union, Bashkësi Sovjetike, në Iran, në SBA, kam lexu shumë histori prej grave në Holocaust. Kështu që kur e kam gjetë këtë libër prej një gra shqiptare, edhe e kam gjetë edhe ma shumë dëshmi prej gra tjera që ishin në Ravensbrück. Kishte gra të tjera shqiptare në këtë kamp përshëndrimi, çfarë thonë hulumtimet që ke bërë? 6 shqiptare kanë bjetu. Ishin 9 në film, por 3 ishin të pushkëtonin në burg, në Greqi. Të gjithë ishin prej, 2 ishin prej Elbasanit, 4 nga Korça, edhe Liri Gjunga nga jashtë Permetit. Tani, unë thash që ju e flisni biles kur është të shkruani për mrekulli gjuhën shqipe. Më tregoni pak si lindi kjo dashuria me gjuhën shqipe, me kulturën, me personazhet e rëndësishme të historisë sonë, këtë rast me gratë të cilat pak i kemi njohur, pak i kemi hulumtuar historitë dhe përjetimet e tyre. Prej nga kjo dëshirë që të shkruani
të flisni dhe të studioni për gjuhën shqipe? Në history e gjatë, edhe arsiet e mi kanë... Long story short, thonë Amerikanët. Long story short. Pra ti... Ja, s'ka një version në shortë, për fat të keq. Cili është momenti kur ju kuptuat që doni t'i kushtoni kohën tuaj, vëmendjen tuaj, gjuhës shqipe, këtyre rrëfimeve që ndërlidhen me shkrimtarët, me studiuesit, me gratë patriote e kështu me radhë? Kam diplomu në histori dhe arkiv, shumë vjet më parë. Por, veç ishe të lexu librat, por kur e kam gjetë librit të Liri Gjungës, mendezi dëshirë me bo në disponim për një audience më të gjerë, edhe jam unë që lexon shqip, edhe gjermanisht, edhe ka atë shumë vullnet me ndërmarrë këtë projekt, edhe me gjetë një shtëpi botuese, kështu që e kam bo, një ndjenje e përgjegjëse. Përgjegjësi e madhe, e kuptoj. Po. Kur flasim për letërsinë shqipe, për kulturën shqipe, për atë çfarë ne si popull prezantojmë tek të tjerët, unë kujtoj vite më parë ju keni qëndruar për një periudhë të caktuar në Prishtinë. Madje kemi pas edhe një tjetër intervistë. Çfarë ju pëlqen më shumë dhe cili është mendimi juaj për shqiptarët dhe çfarë mendimi kishin në të kaluarën? Sapo kam kalu 3 javë në Prishtinë, kishe pas shumë qef me ju bashku në studio në Prishtinë, thash aty, po... Një herë tjetër, Ishe të hullumtu për projektin tjetër për trashëgimin e Editor Hamin, një shkrimtare nga shekulli 20 në dekade parë, ka udhëtu edhe ka bo shumë në tërrejt shqiptare të fillu në vitin 1900. Një figurë shumë interesant, u bo sikur një simbol kombëtare për shqiptarit, por tash po më duket që njohërin e saj zvogëlohet. Edhe ky fakt më intereson shumë përdorimi i Dorhamit përgjatë viteve, përgjatë dekadeve. Dhe do doja shumë që t'ishe në Prishtinë këto ditë, sepse kemi Sunny Hill Festival që na fillon sot dhe sigurisht do t'ishe një mundësi shumë e mirë për ju që të njihje edhe me një pjesë tjetër shoqërison, jo vetëm me ata të cilët studiojnë dhe merren me studime të ndryshme të letërsisë në këtë fakt, në këtë pjesë, nëse mund të themi. Ordna? Okej. Po them që do doja t'ishe sot këtu, sepse kemi fillimin e një festivali shumë të madh, siç është Sunny Hill Festival. Do t'ishte një mundësi e mirë të njihje edhe pjesën tjetër të shoqërisë. Po, kur kam qenë në Sunny Hill, po më duket që shumë kalablak, nështë... Kalablak, po. Është shumë kalablak zonte. Bukur. Kam qenë të vizitu Prishtinën që nga viti 2021. Më pëlqen Prishtinë shumë, edhe sa herë të kthehem kam mundësi më njoft më kollaj më njërë, sepse jam të punu gjithmonë me përmirësu aftësinë e mi me folë. Bukur, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, Ariana Naylor. Me shpresë që do të kemi përsëri. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Çdo të mirë.